Bakanlarımız az önce Arnavutluk'taki en önemli Osmanlı kültürel mirası olan İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonuna ilişkin protokolü imzaladı. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında bu projeye de başlamış olacağız. Kıymetli basın mensupları, görüşmelerimizin ana gündem maddelerinden biri de terörle mücadele ile askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğimizdi. FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk makamlarıyla hemfikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Ve bu vesileyle Türkiye, başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluğun yanındadır. Yine bu arada Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İstanbul Teknik Üniversitesi ile Sayın Başbakan'ın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Zira şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 100 civarında Arnavut evladımız orada eğitim öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber de şu anda eğitim öğretimde Türkiye Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. Bu düşüncelerle 25 Nisan'da gerçekleştirilecek genel seçimlerin Arnavutluğa ve Arnavut halkına şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sözlerime son verirken kıymetli dostum Sayın Rama'ya ve heyetinin değerli mensuplarına bir kez daha hoş geldiniz diyor. Sözü kendilerine bırakıyorum. Please. Falenderoj nga zemra Presidentin e Republikës Turqisë dhe mikun tim për këtë mikpritje të paharrueshme, edhe pse nuk është hera e parë që unë e vizitoj Turqinë mike, por në këtë mikpritje ne të gjithë së bashku si delegacion nga Shqipëria mundëm të konstatojmë shprehjen e një vullneti të fortë për të hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet mes të dy vendeve, mes të dy shteteve, mes dy qeverive. Dhe jam mirënjohës presidentit për bashkëbizedimin kokë në kokë dhe për kohën e çmuar që i dedikoi një tërësie të konsiderueshme çështjesh, por mbi të gjitha dua ta shpreh këtu mirënjohjen për të dhe për popullin turk për reagimin e menjëhershëm në mbështetje të Shqipërisë, duke u gjendur në krah të familjeve të goditura nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit të vitit shkuar, ndërkohë që një tjetër tërmet e kishte lëkundur Shqipërinë 2 muaj më parë. Dhe presidenti Erdogan ishte i pari i cili u angazhua publikisht dhe botërisht për të përfshirë në procesin e rindërtimit dhe faktikisht i hapi rrugë një procesi tërë përfshirje të shumë të tjerëve që bën të mundur mbledhjen e një kontributit konsiderueshëm për Shqipërinë dhe për familjet e prekura nga tërmeti. Por nga ana tjetër dëshiroj të theksoj faktin se solidariteti i Turqisë mike dhe i presidentit Erdogan nuk ka qenë një solidaritet i shprehur vetëm në momentin kur Turqia nuk ka pasur
një problem të vetin dhe kur ky problem ka qenë thjesht i yni, por edhe kur Turqia njësoj si ne, njësoj si e gjithë bota, u godit nga koronavirusi, presidenti dhe Republika e Turqisë i qëndruan pranë Shqipërisë dhe nuk vepruan si disa tjerë që njësoj si që u thanë njerëzve të mbyllën në shtëpi dhe shtetet e tyre dhe ndaluan deri dhe kalimin e ndihmave mjekësore për ata që kishin nevojë. Kjo ka qenë shumë domethënëse për ne, siç është shumë domethënës fakti që edhe sot një nga temat e diskutimit ka qenë pikërisht bashkëpunimi i afërt mes së dy vendeve dhe natyrisht në këtë rast mbështetja e presidentit të Republikës Turqisë për Shqipërinë në të gjithë procesin e kësaj lufte të madhe me këtë armik të padukshëm, pa u kursyer dhe pa i mbajtur syt vetëm nga vetja brenda kufive të Turqisë. Besoj që sjellja e Republikës Turqisë ndaj nesh dhe qasja e presidentit Erdogan në situatat kur vende si yni gjenden në vështirësi janë mishërimi i asaj fjalës paharrueshme të Kemal Atatürkut, i cili thoshte se njerëzimi është një trup i vetëm dhe çdo komb është një pjesë e këtij organizmi. Edhe pse Turqia u godit në tërmete, edhe pse Turqia u gjend në domosdoshmërinë për t'u marrë me plagët e veta, për cilat ja kam shprehur ngushëllimin presidentit qysh në kryet herës dhe dëshiroj t'ja rishpreh edhe sot, kjo nuk e bëri të ndalet për asnjë sekond projekti as pak i vogël që po realizohet me mbështetjen e tij dhe në mbikëqyrjen e vazhdueshme të ministrit, mikut ton Murati, i cili nuk është se nuk ka këtu shumë punë të tjera për të bërë dhe që duhet merret dhe me rindërtimin këtu mbas atyre tërmete. Dhe gjeti kohë të